Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Për së pari dua t'ju kërkoj ndjes që nuk arrita dot javën e kaluar, por që do i kompenzoj absolutisht, do i kompenzoj do lexoj pothuajse çdo ditë do merrni nga një mesazh dhe do ketë çdo të diel lexim javor. Të dashurior të shohim se çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim kësaj radhe për ju. Po fillojmë me zgjedhje. Çfarë do zgjedh në një konfuzion, pavendosmëri, të shohim. Të dashur. Mund të jetë, tani unë po them dashuri, mund të jetë për punë, absolutisht, mund të jetë për ndonjë situatë tjetër, por që kur këto janë lexime gjenerale, nuk mos se shpeshherë marr pyetje pse s'po bëni për punë, apo pse s'po bëni për dashuri. Këto janë lexime gjenerale. Merreni për çfarëdo që të është për vete. Unë i lexoj ashtu siç më del letra, por dua t'ju cek që është për çdo gjë. Shikoni ku kam e kaluara dhe një ardhme. Mund të jenë dy persona. Absolutisht dy persona që cilin të zgjedh, një që dëshiron të kthehet, të rikthehet në jetën e juaj, apo një person i ri. Të dashurior është në dorën e juaj. Unë personalisht, me mendimin tim, të kaluarën e preferoj të ngelet në të kaluarën. Është një arsye që është ex, apo ja? Është një arsye. Nuk mund dikush që ju ka bërë për të qarë, që ju ka dëmtuar apo zhgënjyer t'ju bëj të lurzoni apo të ndiheni të lumtur. Absolutisht mund të ndodhin gjëra të rralla që ka qenë një ndarje jo e keqe, ta them ashtu, apo toksike, që kanë ndodhur gjërat dhe mund të shikoni njëri tjetrin në sy e në surrat, ta them kështu, në fytyrë, ajo po, por jo ex që ka ndodhur, që ka qenë kogja sfiduese dhe kogja toksike. Do thot, dy zgjedhje, mund të jetë dy puna, dy alternativa. Cilën rrugë do zgjedhni? Të dashur. Unë do i them kështu, ju ka kapluar paksa negativiteti, paksi frika, të jetosh në gjendje frike, të ndjeni të bllokuar, të mendoni që nuk mund të arrini, të mendoni që nuk do ja dilni dot, kam frikë kështu, nuk bëhet kështu. Jeni duke i dhënë prognozën para se të ndodhin gjërat. Absolutisht kemi një intuit, por që intuita juaj nuk është këtu. Kjo është djalli dhe djalli tregon për një lloj negativiteti, ju ka kapluar dhe një lloj frike, një lloj çfarëdo që të jetë, dhe kjo po ju bën që të dështoni në zgjedhjen e duhur. Unë do i thosha kështu, absolutisht është një epokë e re, ja ku është një kapitull i ri në jetën e juaj, ja ku është letra 0, mund të afroni dhe të shikoni letra 0, që tregon vërtet për një kapitull të ri. Këtë kapitull të ri si mund t'ja fillojmë? Dua që të bëni paralele apo të krahasoni ato çfarë keni përjetuar që dëshiron një e kaluar, qoftë punë, qoftë situatë apo qoftë person, dhe një të ri. Shpeshherë mendojmë ja këtë e njoh dhe është më e lehtë, jo, nuk do të thotë ashtu, është një spastrim i energjisë nga e vjetra në të ren. Unë mendoj, dhe sipas letrave po flas gjithmonë, dhe kjo ka bërë dhe kjo po ju bën në formë të djallit që thotë për në kuptimin e asaj që duhet të ndryshoni paksa mendime, të ndryshoni paksa mënyrën se si qasim gjërave, hezitoni, të pavendosur, dhe kjo. Juve, sido që të jetë për ju prek një kapitull i ri, një epokë e re në jetën e juaj, qoftë me një person, qoftë me një punë, qoftë në një shtëpi, qoftë në një familje, çfarëdo që të jetë është një fillim i ri. Dhe kalorësi i spirales të dashur do të thotë diçka do ju bëj t'i hapni syt dhe të bëni zgjedhjen e duhur. Diçka do ju bëj që të largoni nga ky djall këtu, nga ky djall nga mendimet. Djalli nuk është asgjë tjetër, është thjesht janë veset që krijojnë në karakterin ton.
Dhe unë do thosha, ky është, do I hap syt dikush kalorësi, po këtu kam dhe kalorësin tjetër të monedhës. Shikoni këtë kalorësi I monedhës dhe kalorësi I spirales apo I shkopive janë dy energji të ndryshme. Ky person këtu është shumë I ngadalt. Është ngadalt sa që s'bën më, por që është I sigurt në rrugtimin e vet. Këtu është një energji që do ju hap syt të shikoni gjërat ndryshe. Ky kapitull absolutisht do filloj. Por, çfarë duhet të bëni tani? Të përdorni kohë pak më të gjatë. Ata që s'duan të presin, mos të presin, do thotë nuk janë për ju. Nëse është person apo çfarë do që të jetë. Përdorni kohën e juaj që pak të bazoheni në intuitën e juaj dhe në gjërat që do vijojnë, që do zhvillohen, do t'i kuptoni dhe do t'i shikoni gjërat më qartë. Do thotë jepni pakës kohë vetes që të arrini në këtë kapitull të ri, dhe do jetë fringo I ri, që do jetë absolutisht I suksesshëm dhe do jetë fitues apo triumfues për ju, të dashur jorë. Çfarë më thot leximi juaj, përdorni kohë për të bërë zgjedhjen e duhur. Mos të nguteni dhe merrni parasysh nëse është një person apo është një situatë nga e kaluara që është si alternativë e dytë apo e parë atë e përzgjedhni ju, keni kujdes. Është një arsye pse është ishi. Këtë duhet ta kemi parasysh absolutisht që të mund të bëjnë zgjedhjen e duhur, por duke analizuar, duke reflektuar, duke menduar dhe do jetë bingo. Absolutisht një fitore apo një kapitull I ri, duke u larguar asgjë e tepruar dhe toksike në mendjen e juaj. Çfarëdo që keni përjetuar në të kaluarën, mos lejoni që të jetë pengesë për të ardhmen e juaj. Le të lejojnë që e kaluara të ngelet me të kaluarën. Kjo është përgjigjja ime për atë ishin.